10 vota për, miratohet rezultati përfundimtar. Një rekord u thye e tjetrit ju hap rruga. Vonesa publikimit të rezultateve përfundimtare shënoi të parin, e certifikimi nuk është larg që ta regjistrojë tjetrin për kohën më të gjatë për përfundimin e procesit, tash kur kanë kaluar mbi 40 ditë nga data e zgjedhjeve. Këtë kohë mund të zgjas edhe më ankesa që të premton lëvizja vetëvendosje e dërgoi në Gjykatën Supreme duke kërkuar anulimin e mbi 18.000 votave më post për lidhjen demokratike të Kosovës. Nëse aprovohen ankesat talme në Gjykatën Supreme kundër vendimeve të BZAP-it mbi refuzimin e këtyre ankesave ndaj vendimit të KQZ-s për shpalljen e rezultateve, atëherë do të më prisë çfarë konstatimi jep Gjykata Supreme. Nëse i aprovon ato ankesat dhe konsideron që ankesat e tyre janë të bazueshme, atëherë mund të obligojë që të rikthehet qoftë në rivotim komplet procesi i votave me post, apo qoftë që edhe një herë të rinumërohen. Megjithatë, këto vonesa nuk përbëjnë ndonjë shkelje. Legislacioni në fuqi në Kosovë, ligji përgjithë të përgjithshme, por edhe rregullativat në fuqi që i kemi nuk përcaktojnë një afat optimal për KQZ-n se kur duhet të finalizohen dhe të shpallin gjitha rezultatet përfundimtare. Por as arsyetimi i KQZ-s për ndryshimet ligjore nuk po konsiderohet i mjaftueshëm. Kemi pasur 4 vite afat për të përgatitur si KQZ, pastaj ndryshimet ligjore kanë shkuar përmes KQZ-s, me konsultimin e tyre. Kështu që asnjë arsyetim nuk është se për shkak të ndryshimeve ligjore kemi vonesa. Po e shohim një tendencë të qëllimshme, këtë rast nga partia që ka dalë më së miri me vota, lëvizja vetëvendosje për të zvarritur procesin. Jashari beson se këtë partia që doli e para në zgjedhjet e nënshkurtit po e bën për të blerë kohë për pazare politike.